Kapitulli 7. I hedhur poshtë. Jezus i tha: Bota më urren nga që unë dëshmoj për të, se veprat e saj janë të liga. Nëse bota ju urren, ta dini se më ka urryer mua përpara jush. Në rast se më përndoqen mua, do t'ju përdjegin edhe ju. Por tërë këto do t'ju a bëjmë për shkak të emrit tim, nga që nuk e njohin atë që më dërgoi. Këto fjalë janë padyshim të vërteta, sepse përgjatë shekujve, qysh kur Jezusi është larguar, të krishterët janë përndjekur në shumë vende. Kjo është shenja e krishterimit të vërtetë. Biblia u thotë të krishterëve që të ngulmojnë me durim dhe të presin mbretërinë e qiejve. Sërish, Jezusi është shembulli ynë. Farisejnë dhe disa skribë që kishin ardhur nga Jeruzalemi, u mblodhën pranë tij. Ata vunë re se disa nga dishepujt e tij po hanin bukë me duart të papastra, domethënë të palara, sepse farisejnë dhe në fakt tërë judejt nuk han pa i larë duart në mënyrë rituale, duke zbatuar traditën e pleqve. Kur vin nga tregu, ata nuk han nëse nuk janë larë, dhe ka shumë zakone të tjera që ata i kanë pranuar dhe i zbatojnë, si larja e kupave, brokave, ende prej bakri dhe shtrojave të ngrënies. Pastaj farisejnë dhe skribët e pyetën: Përse dishepujt e tu nuk jetojnë sipas traditës së pleqve, por han bukë me duar që nuk janë pastruar ritualisht? Ai u përgjigj: Isaia profetizoi sakt për ju hipokritët, siç është shkruar: Këta njerëz me buzë më nderojnë, por zemra e tyre është larg meje. Më kot më adhurojnë, duke dhënë mësim si doktrina, urdhërimet e njerëzve. Duke shpërfillur urdhrin e Perëndisë, mbani traditën e njerëzve. Si e mblodhi prap turmën, ai u tha: Më dëgjoni të gjithë dhe mësoni. Asgjë që hyn nga jashtë te njeriu nuk mundet ta ndot atë, por janë gjërat që dalin prej njeriut ato që e ndotin. Ai që ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Kur u largua nga turma dhe u fut në shtëpi, dishepujt e pyetën për shëmbëltyrën, dhe ai u tha: As ju nuk arrini do ta merrni vesh? A nuk e kuptoni se çfarëdo që të hyjë nga jashtë te njeriu nuk mundet që ta ndot atë, sepse nuk i shkon në zemër, por në bark dhe del jashtë në qiriz. Pra ai shpalli të pastra të ushqimet. Pastaj tha: Është ajo çka del prej njeriut që e ndot njeriun, sepse prej së brendshmi, nga zemra e njerëzve, dalin jashtë mendimet e këqija, imoraliteti seksual, vjedhjet, vrasjet, shkeljet e kurorës, pangopsit, likësit, mashtrimi, epshi, smira, blasfemia, mendjemadhësia, marrëzia. Të gjitha këto të këqija dalin prej së brendshmi dhe ndotin njeriu. Më pas, Jezusi u foli turmave dhe dishepujve të tij. Skribët dhe farisejt janë ulur në karrigen e Mojsiut. Prandaj gjithçka që ju thon, bëjeni dhe zbatojeni. Por mos bëni sipas veprave të tyre, sepse ata nuk bëjnë çka japin si mësim. Ata lidhin barë të rënda që mezi mbahen dhe u angarkojnë mbi shpatulla e njerëzve, por vetë nuk duan t'i luajnë as me gisht. Të gjitha veprat i bëjnë sa për t'u parë nga njerëzit. I zgjerojnë filakteritë e tyre dhe i zgjasin thekët e rrobave. Ata duan kreun e tryezës në përgosti, si dhe vendet e para në sinagoga, të përshëndeten në përtregje dhe të quhen rabi nga njerëzit. Por ju të mos ju quajnë rabi, sepse një është mësuesi juaj dhe të gjithë jeni vëllezër. Mos e thërrisni askënd mbi tokë ati juaj, sepse një është ati juaj, ai që është në qiell. Dhe mos t'ju thrasin as udhërrëfyes, sepse një është udhërrëfyesi juaj, Mesia. Më i madhi midis jush do të jetë shërbëtori juaj. Ai që do ta lartësojë veten do të përulet, dhe ai që do ta përul veten do të lartësohet. Por mirë ju, skribë dhe farisejnë hipokrit, ju u ambyllni njerëzve mbretërinë e qiejve, sepse as vetë nuk hyni dhe as nuk i lini të futen brenda ata që po hyjnë. Mirë ju, skribë dhe farisejnë hipokrit, ju zhvatni shtëpitë e vejushave dhe bëni lutje të gjata sa për të dukur. Prej kësaj do të merrni dënim më të ashpër. Mirë ju, skribë dhe farisejnë hipokrit, ju ka përceni detet tokë për ta kthyer dikën në besim, dhe kur kthehet, e bëni atë bir të ferrit 2 herë më tepër se veten tuaj.
Mjerë ju, skribë dhe farisej hipokrit, ju e pastroni pjesën e jashtme të kupës dhe të pjatës, por për brënda, ato janë plot plaçkitje dhe harbim. Farisej verbër, pastro së pari të brendshme në kupës dhe të pjatës, që të bëhet e pastër edhe jashtme e saj. Mjerë ju, skribë dhe farisej hipokrit, ju ndërtoni varret e profetëve dhe stolisni monumentet e të drejtë dhe thoni, sikur të kishin jetuar në ditët e etërve tanë, nuk do të kishin marrë pjesë me ta në derdhjen e gjakut të profetëve. Kështu ju dëshmoni kundër vetes, se jeni bijtë atyre që vran profetët. Mbusheni pra masën e mëkateve të etërve tuaj. Gjarprin, pjella në përkësh, si do t'i shpëtoni dënimin të ferrit? Prandaj unë po ju dërgoj profet të mençur dhe skrib. Disa prej tyre do t'i vrisni e do t'i kryqëzoni, dhe disa do t'i fshikulloni në sinagogat tuaja e do t'i përndihni nga njëri qytet në tjetrin. Pastaj farisejt u tërhoqën me një anë dhe bën plan ta zinë në kurth me fjalët e tij. Dhe njëri prej tyre, ekspert për ligjin, e pyeti për ta vënë në provë. Mësues, cili është urdhërimi më i madh në ligj? Ai tha, do ta duash Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi më i madh dhe më i rëndësishëm. Edhe i dyti vjan me të. Do ta duash të afërmin tënd si vetveten. I gjithë ligji dhe profetët varet nga këto dy urdhërime. Në këtë kohë, u mblot së bashku një turm prej mijëra njerëzish, aq sa po shkelin njëri tjetrin. Ai filloi të thoshte më së pari dishepujve të tij: Ruhuni nga majaja e farisejve, që është hipokrizia. Nuk ka gjë të mbuluar që nuk do të zbulohet, as të fshet që nuk do të bëhet e njohur. Farisejt pasi dolën, morën vendim kundër tij që ta zhduknin. Kur Jezusi e mori vesh, u largua që andej. Turma të mëdha e ndiqnin dhe ai i shëroi të gjithë. Ai porosiste që të mos tregonin për të në mënyrë që të përmbushej çka ishte thënë nëpërmjet profetit Isaia. Ky është shërbëtori im të cilin e zgjodha, i dashuri im, tek i cili gjeti kënaqësi shpirti im. Mbi të do ta vë frymën tim, dhe ai do të shpall drejtsinë kombeve. Nuk do të grindet, as nuk do të bërtas, dhe askush nuk do të dëgjojë zërin e tij nëpër rrugë. Ai nuk do ta kput kallamin që kanë përthyer, dhe nuk do ta shuaj fitilin që bën tym, derisa drejtësia të ketë korrur fitore. Kombet do ta vendosin shpresën e tyre në emrin e tij. Jezusi tha, ishte një njeri i pasur që vishe me purpurta dhe të linta të holla, duke festuar me shkëlqim çdo ditë. Ndërsa te porta e tij lëngonte një lypës mbuluar me plagë, i cili quhej Lazar. Ai dëshironte të ngopej me çka bindi nga tryeza e të pasurit, por në vend të kësaj, qemt vinin dhe i lëpinin plagët. Një ditë, i varfëri vdiq dhe engjëjt e quan pranë Abrahamit. Gjithashtu vdiq edhe i pasuri, e u varros, dhe duke qenë me smundimesh në had, ai ngriti sytë dhe pa nga larg Abrahamin me Lazarin pranë tij. O atë Abraham, thirrri ai, ki mëshirë për mua dhe dërgoje Lazarin që ta zhyt majën e gishtit të tij në ujë e të më freskoj gjuhën, se jam në agoni mes kësaj flake. O birë, tha Abrahami, kujtohu se ti ke marrë të mirat e tua gjatë jetës, ashtu si kurse Lazari i mori të këqijat, por tani ai po ngushëllohet këtu ndërsa ti je në agoni. Para së gjithash, mes nesh e jush, gjendet një humner e madhe, e kështu ata që duan të kapërcejnë nga këtu tek ju nuk munden, as ata që janë andej nuk mund të kalojnë tek ne. Atëherë, tha ai, të përgjërohem o atë, që ta dërgosh në shtëpinë e babait tim, sepse kam 5 vëllezër. Ti paralajmëroj që të mos përfundojnë edhe ata në këtë vend mundimesh. Mirë po Abrahami tha, kanë Mojsiun dhe profetët, ti dëgjojnë ata. Jo, atë Abraham tha ai, por në qoftë se u shkon do kush nga të vdekurit, ata do të pendohen. Por ai tha, po të mos dëgjojnë Mojsiun dhe profetët, ata nuk do të binden as nëse ndokush ringjallet prej të vdekurve. Gjithashtu, ai u tregoi këtë shëmbëltyrë disave të cilët
besonin në vetvete se ishin të drejtë dhe i përçmonin të tjerët. 2 burra shkuan në tempull për të lutur, njëri farise dhe tjetri tagramledhës. Fariseu ngritur në këmbë, po lutej kështu me vete: O Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, plaçkitës, të padrejtë, kurorshkelës, e as i ky tagramledhësi. Unë agjeroj 2 herë në javë, jap 1/10 e gjithçkaje që marr. Përkundrazi, tagramledhësi qëndronte larg. As syt nuk merrte guxim që t'i ngrinte nga qielli, por godiste kraharorin dhe thoshte: O Perëndi, largoje zemërimin tënd prej meje mëkatarit. Unë po ju them, ky zbriti në shtëpinë e vet i shfaqsuar, dhe jo tjetri, sepse kushdo që e lartëson veten do të përulet, por ai që e përul veten do të lartësohet. Në atë moment, dishepujt erdhën te Jezusi dhe i thanë: Kush është vallë më i madhi në mbretërinë e qiejve? Atëherë ai thirrri një fëmijë dhe e vuri midis tyre. Me të vërtet po ju them, tha ai, nëse nuk ndryshoni dhe nuk bëheni si fëmijë, nuk do të hyni kurrësi në mbretërinë e qiejve. Prandaj ai që përulet si ky fëmijë është më i madhi në mbretërinë e qiejve. Dhe çdo kush që mirëpret një fëmijë si ky në emrin tim, më mirëpret mua. Por ai që shkakton rënien e njërit prej këtyre të vegjëlve që besojnë në mua, do ta kishte më mirë që të varte një gur mulliri rreth qafës dhe të mbytej në fund të detit. Festa judaike e tabernakujve po afrohej, kështu që vëllezërit e tij i thanë: Iq që këtej dhe shko në Jude, që edhe dishepujt e tu t'i shikojnë veprat që po bën, sepse nuk ka njeri që të veprojë në fshehtësi ku kërkon të dalë në publik. Nëse ti i bën këto gjëra, dil haptas para botës. As vëllezërit e vet në fakt nuk i besonin atij. Jezusi ju tha atyre: Koha ime nuk ka mbërritur ende, ndërsa juaja është e gatshme për herë. Juve bota nuk mund t'ju urrej, por mua më urren, nga që unë dëshmoj për të se veprat e saj janë të liga. Shkoni në festë. Unë nuk do të shkoj akoma atje, sepse koha ime ende nuk ka ardhur plotësisht. Pas u tha këto gjëra, ai qëndroi në Galile. Mbasi vëllezërit e tij vajten në festë, atëherë u ngjit edhe ai atje, jo hapur, por si fshetas. Judejtë kërkonin te festa dhe thoshin: Ku është ai? Dhe në mesin e turmave kishte shumë diskutime për ta. Disa thoshin: Ai është njeri i mirë. Të tjerët thoshin: Jo, përkundrazi, ai po e gënjen popullin. Megjithatë, askush nuk fliste publikisht për ta, sepse kishin frikë nga judejtë. Nga mesi i festës, Jezusi shkoi lart te kompleksi i tempullit dhe po jepte mësim. Prandaj judejtë habiteshin e thoshin: Si një shkrimet ky, pa studiuar? Jezusi ju përgjigj: Mësimi që jap nuk është im, por i atij që më dërgoi. Nëse dikush dëshiron ta zbatojë vullnetin e tij, ai do ta kuptojë nëse mësimi është nga Perëndia apo unë po flas nga vetja. Atëherë Jezusi thirrri: Ai që beson në mua, nuk beson në mua, por në atë që më ka dërguar. Dhe ai që më shikon mua, shikon atë që më ka dërguar. Unë kam ardhur si dritë për botën që çdo kush që beson në mua të mos ngelet në errësirë. Në rast se dikush i dëgjon fjalët e mia dhe nuk i zbaton ato, unë nuk e gjykoj, sepse nuk kam ardhur për ta gjykuar botën, por që ta shpëtoj botën. Ai që më refuzon mua dhe nuk i pranon fjalët e mia, ka këtë si gjykatës. Fjala që kam thënë është ajo që do ta gjykojë në ditën e fundit. Sepse unë nuk kam folur nga vetja, por vetë Ati që më dërgoi më ka urdhëruar se çfarë të them dhe çfarë të flas. Unë e di se urdhërimi i tij është i jetë e përjetshme. Pra ato që flas, unë i flas ashtu siç më ka thënë Ati. Disa prej banorëve të Jeruzalemit po thoshin: A nuk është ky njeriu që ata kërkojnë ta vrasin? Megjithatë shikoni, ai po flet haptas dhe nuk po i thon asgjë. Mos vallë vërtet e ka pranuar paria që ai është Mesia? Po ne dim se prej nga është ky njeri. Megjithatë, kur të vijë Mesia, askush nuk do ta di prej nga është ai.
Ndërkohë që po jepte mësim te kompleksi i tempullit, Jezusi thjerrij duke thënë: "Ju më njihni dhe e dini prej nga jam. Megjithatë unë nuk kam ardhur nga vetja, por ai që më ka dërguar është i vërtet. Ju nuk e njihni atë. Unë e njoh atë, sepse jam prej tij dhe ai më dërgoi." Shumë njerëz me turma i besuan atij dhe thoshin: "Kur të vijë Mesia, a do bëj vallë më shumë shenja se këto që ka bërë ky njeri?" Kështu disa nga turma, duke dëgjuar këto fjalë, thoshin: "Patjetër që ky është profeti." Të tjerë thoshin: "Ky është Mesia." Megjithatë të tjerë thoshin: "A mos vallë Mesia vjen nga Galilea? A nuk thot shkrimi që Mesia vjen nga pasardhësit e Davidit dhe nga Betlehemi, fshati për nga ishte Davidi?" Kështu ndodhi një përçarje midis turmës për shkak të tij. Farisejtë e dëgjuan turmën duke murmuritur këto gjëra për të, dhe kryepriftërinjtë e farisejnë dërguan roja për ta arrestuar. Atëherë ata përpiqeshin ta kapnin Jezusin. Mirë po askush nuk vuri dorë mbi të, sepse ora e tij nuk ishte ardhur ende. Më pas, rojet e tempullit erdhën te kryepriftërinjtë dhe farisejtë, të cilët i pyetën: "Pse nuk e sollët?" Rojet u përgjigjen: "Askush nuk ka folur ndonjëherë se ky njeri." Atëherë farisejtë ju përgjigjen: "Mos u mashtruat edhe ju? A i ka besuar atij ndonjëri prej krerëve, apo ndonjë prej farisejve? Por kjo turmë që nuk e njeh ligjin është e mallkuar." Njëri prej tyre, Nikodemi, i cili kishte ardhur tek ai më parë, u tha: "A e gjykon vallë ligji ynë një njeri pa dëgjuar më parë dhe pa marrë dijeni se çfarë po bën?" "Mos je edhe ti nga Galilea?" ju përgjigjen ata. "Kontrollo dhe do të vëresh se nuk del profet prej Galilesë." Ndërkohë që Jezusi po dilte nga kompleksi i tempullit dhe po largohej, i u qasën dishepujt për t'i treguar ndërtesat e tempullit. Atëherë ai u përgjigj: "I vështroni këto të gjitha apo jo? Me të vërtetë po ju them, këtu nuk do të mbetet as gur për mbi gur pa u shembur." Teksa ishte ulur në malin e Ullimve, dishepujt i u afruan më vete atij dhe i thanë: "Na trego, kur do të ndodhin këto gjëra? Dhe cila është shenja e ardhjes sate dhe e fundit të epokës?" Dhe Jezusi u përgjigje e u tha: "Hapni syt mos ju gënjej njeri, sepse shumë njerëz do të vinë në emrin tim e do të thonë: Unë jam Mesia, dhe shumë kënd do të mashtrojnë. Do të dëgjoni për luftrat dhe jehona luftrash. Vini re të mos alarmoheni, se këto duhet të ndodhin, por nuk është ende fundi, sepse do të ngrihet kom kundër kombi dhe mbretëri kundër mbretërie. Do të ketë uri dhe tërmete shumë kund, por tërë këto do të jenë nisja e dhimbjeve. Atëherë do t'ju vënë në mundime dhe do t'ju vrasin. Do të urreheni prej të gjitha kombeve për shkak të emrit tim. Dhe shumë do të dalin nga udha, do të tradhtojnë shoqi shoqin e do ta urrejnë njëri tjetrin. Do të shfaqen shumë profetë të rrem dhe do të mashtrojnë shumë veta, nga që patricia do të shtohet, shumë kujt do t'i ftohet dashuria. Por ai që do ta përballojë deri në fund, do të shpëtohet. Ky lajm i mirë i mbretërisë do të shpallet në tërë botën si një dëshmi për të gjitha kombet, dhe pastaj do të vijë fundi. Sepse ato do të jenë ditë mundimi, të një lloji që nuk është parë qysh nga fillimi i botës, që kur e krijoi Perëndia deri tani, dhe as ka për të ndodhur më kurrë. Po të mos i kufizonte Zoti ato ditë, askush nuk do të mbijetonte. Po për shkak të zgjedhurve që ai zgjodhi, i kufizoi ato ditë. Në atë kohë, në rast se ndokush ju thot: "Ja, këtu është Mesia, ja atje", mos e besoni, sepse do të dalin mesi të rrem, e profetë të rrem, dhe do të bëjnë shenja mrekulli për t'i gënjur të zgjedhurit, po të jetë e mundur. Sidoqoftë, duhet të keni kujdes. Unë ju kam thënë të gjitha paraprakisht. Por në ato ditë, pas atij mundimi, dielli do të errësohet, dhe hëna nuk do ta lëshojë dritën e saj. Hyje do të bie nga qielli, dhe fuqitë qiellore do të tronditen. Atëherë do ta shohin Birin e Njeriu duke ardhur mbi re me shumë fuqi e lavdi. Ai do të dërgojë engjëjt dhe do t'i mbledhë të zgjedhurit e tij nga të katër erërat, nga fundi i tokës deri në fundin e qiellit. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia kurrë nuk do të kalojnë.
sa për atë ditë apo orë, askush nuk e di. As engjit në qiell, as biri, por vetëm Ati. Qëndroni zgjuar, vigjiloni, sepse nuk e dini kur do t'jetë ai moment. Si në ditët e Noeut, kështu do t'jetë edhe ardhja e Birit të Njeriut, sepse në ato ditë para përmbytjes, ata hanin e pinin, martoheshin dhe martonin, deri në ditën kur Noeu hyri në ark. Nuk e kuptuan derisa erdhi përmbytja dhe i mori tutje të gjithë. Kështu do t'jetë edhe ardhja e Birit të Njeriut. Kur Biri i Njeriut të vijë në lavdinë e tij dhe me të gjithë engjëjt, atëherë ai do të ulet mbi fronin e lavdisë së vet. Do të mblidhen para tij tërë kombet, dhe ai do t'i ndajë njëri nga tjetri, ashtu siç ndan bariu delet nga kecat. Do t'i vendos delet në të djathtën e tij dhe kecat në të majtë. Atëherë mbreti do të thotë atyre në të djathtën e tij: "Ejani të bekuarit e Atit tim, trashëgoni mbretërinë që është bërë gati për ju qysh prej themelimit të botës. Sepse isha i uritur dhe më dhat për të ngrënë. Isha i etur dhe më dhat për të pirë. Isha i huaj dhe më mirëpritët. Isha i zhveshur dhe më veshët. Isha i smur dhe u përkujdesët. Isha në burg dhe më vizituat." Atëherë të drejtët do t'i përgjigjen: "Zot, kur të pam të uritur e të ushqyem, apo të etur e të dham për të pirë? Kur të pam të huaj e të mirëpritëm, apo të zhveshur e të veshëm? Kur të pam të smur, apo në burg e të vizituam?" Dhe mbreti do t'u përgjigjet: "Me të vërtetë po ju them, në çfarë do mase që ta keni bërë atë për njërin prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, e keni bërë për mua." Atëherë do t'u thotë edhe atyre nga e majta: "Largohuni nga unë të mallkuar, në zjarrin e përjetshëm që është bërë gati për djallin dhe engjëjt e tij. Sepse isha i uritur dhe nuk më dhat për të ngrënë. Isha i etur dhe nuk më dhat për të pirë. Isha i huaj dhe nuk më mirëpritët. Isha i zhveshur dhe nuk më veshët. I sëmur e i përgosur dhe nuk u përkujdesët." Atëherë edhe ata do të përgjigjen: "Zot, kur të pam të uritur e të etur, apo të huaja, të zhveshur, apo të smura në burg dhe nuk të ndihmuam?" Atëherë ai do t'u përgjigjet: "Me të vërtetë po ju them, çfarë do mase që nuk e keni bërë atë për ndonjërin prej këtyre më të vegjëlve, nuk e keni bërë as për mua." Dhe këta do të ikin në dënim të përjetshëm, kurse të drejtët në jetë të përjetshme. Ishte sëmur Lazari nga Betania, fshati i Marisë dhe motrës së saj, Martës. Maria ishte ajo që vajosi Zotin me vaj aromatik dhe i fshiu këmbët me flokët e saj. I vllai Lazari po lëngonte. Kështu motrët i quan fjalë: "O Zot, ai që ti e do është sëmur." Pas kësaj u tha dishepujve: "Shkojmë përsëri në Jude." Kur Jezusi mbërriti, e gjeti Lazarin kur tashmë ky ndodhej në varr prej 4 ditësh. Betania ishte afër Jeruzalemit rreth 3 kilometra. Shumë judejnë kishin ardhur te Marta dhe Maria që t'i ngushëllonin për të vëllain. Sapo Marta dëgjoi se Jezusi po vinte, shkoi ta takonte, ndërsa Maria ndej në shtëpi. Atëherë Marta i tha Jezusit: "Zot, po të kishe qenë këtu vëllai im nuk do të kishte vdekur. Megjithatë edhe tani e di se tërë ato që do t'i kërkosh Perëndis, Perëndia do të t'i jap." "Yt vëlla do të ringjallet," i tha Jezusi. Marta i tha: "E di se do të ringjallet në ringjalljen e ditës së fundit." Jezusi u përgjigj: "Unë jam ringjallja dhe jeta. Kush beson në mua edhe në vdekje do të jetojë. Kushdo që jeton dhe beson në mua, kurrë nuk do të vdes, asnjëherë. A e beson këtë?" "Po, Zot," i tha ajo. "Unë kam besuar se ti je Mesia, Biri i Perëndisë që ke ardhur në botë." Pasi foli këto fjalë, ajo u kthye dhe thirrri të motrën Marin, duke i thënë shehurasi: "Ka ardhur mësuesi dhe po të thërreth." Me ta dëgjuar, ajo brofi shpejt në këmbë dhe vajti tek ai. Jezusi ende nuk kishte hyrë në fshat, por ishte akoma në vendin ku e kishte takuar Marta. Judejnë që ishin me të, duke ngushëlluar në shtëpi,
panë se Maria u çua vrik dhe doli jashtë. Kështu ata e ndoqën duke menduar se ajo po shkonte te varri për të qarë atje. Kur Maria erdhi aty ku ishte Jezusi dhe e pa, i ra ndërkëmbë duke i thënë: Zot, po të kishe qenë këtu, nuk do të kishte vdekur vllai. Kur Jezusi e pa atë të përlotur dhe juden që kishin ardhur me të duke qarë, u ngashërye në frymën e tij dhe u trondit thellësisht. Ku e keni vendosur, pyeti. Zoti, thanë ata, eja e shiko. Jezusi, qau. Atëherë juden thanë, shisa e donte. Por disa prej tyre thanë, ai që i hapi sy të verbrit, a nuk mund të bënte edhe që ky njeri të mos vdiste? Pastaj Jezusi, duke ngashëryer sërish në vetvete, shkoi te varri. Varri ishte një shpellë përkundrejt hyrjes së të cilës ishte vendosur një gur. Hiqeni gurin, tha Jezusi. Marta, motra e të vdekurit, i tha, Zot, ai tani bie erë, u bën 4 ditë. Jezusi ju përgjigj, a nuk të thash që nëse beson, do të shohësh lavdinë e Perëndis? Kështu që ata e hoqën gurin. Atëherë Jezusi ngriti sytë lart e tha, O Atë, të falenderoj që më dëgjove. Unë e di se ti më dëgjon për herë, po për shkak të turmës që qëndron këtu e thash këtë, që ata të besojnë se ti më ke dërguar. Pasi tha këto, ai thirrri me zë të lartë, Lazar, dili jashtë. I vdekuri doli me këmbë e duar të lidhura me fasha pëlhure dhe me fytyrë të mbështjellë me një ris. Jezusi u tha, zgjidheni dhe lëreni të ecë. Prandaj shumë nga judenë që kishin ardhur te Maria dhe kishin vëzhguar se çfarë kishte kryer, i besuan atij. Mirë po, disa prej tyre vajtën te farisejnë dhe i vunë në dijeni për ato çka bëri Jezusi. Kështu kur kryetërinë dhe farisejnë mblodhën Sinedrin dhe thanë, çfarë do të bëjmë me që ky njeri po bën shumë shenja? Nëse do ta lëmë të vazhdojë kështu, të gjithë do të besojnë tek ai. Pastaj romakët do të vinë, do të na zhdukin edhe si vend, edhe si kom. Pashka judenëve ishte afër dhe shumë kush nga krajina u ngjit në Jeruzalem për të pastruar para Pashkës. Ata po kërkonin Jezusin dhe pyesin njëri tjetrin teksa qëndronin në kompleksin e tempullit. Si thoni, mos vallë nuk do të vijë në fest? Kryeprefterinë dhe farisejt kishin dhënë urdhër që në rast se ndonjë njeri merrte vesh se ku gjendej ai, të kallëzonte që ta arrestonin. 6 ditë përpara Pashkës, Jezusi erdhi në Betani ku ishte Lazari, të cilin Jezusi e kishte ringjallur prej të vdekurve. Atje i shtrua një darkë. Marta u shërbente ndërsa Lazari ishte një nga ata që rrinin në tryezë me të. Atëherë, një turmë e madhe judenësh mësoi sa i ndodhej aty. Ata erdhën jo vetëm për Jezusin, por edhe për të parë Lazarin, të cilin ai e kishte ringjallur prej të vdekurve. Prandaj kryeprefterinë vendosën ta vrisin edhe Lazarin, sepse prej tij shumë nga judenët i braktisnin ata dhe po besonin tek Jezusi. Të nesërmen, shumë njerëz që kishin ardhur në fest, me të dëgjuar se Jezusi po vinte në Jeruzalem, morën në duar deg palmash dhe i dolën para që ta takonin. Ata thërrisnin, Hozana, i bekuar është ai që vjen në emër të Zotit, mbreti i Izraelit. Jezusi gjeti një gomar të ri dhe hipi mbi të, ashtu siç është shkruar, mos ki frikë, o bie e Sionit. Shiko, mbreti yt po vjen i ulur mbi një kërriç gomarice. Dishepujt e tij në fillim nuk i kuptuan këto gjëra. Megjithatë, kur Jezusi u ngrit në lavdi, atëherë ata u kujtuan se këto ishin shkruar për të dhe se këto ja kishin bërë atij. Ndërkohë turma, që kishte qenë me të kur ai thirrri Lazarin të dilte nga varri dhe e ringjalli për të vdekurve, vazhdonte të jepte dëshmi për të. Edhe për këtë arsye, turma e njerëzve kishte shkuar të takonte, nga që ata kishin dëgjuar se ai pati bërë këtë shenjë. Prandaj farisejt i thoshin njëri tjetrit, a e pat, nuk po bëni dot gjë. Ja, bota i ka shkuar nga pas atij. Krerët e preftërinëve dhe skribët kërkonin një mënyrë për ta vrarë ata sepse kishin frikë nga populli. Atëherë Satani hyri te Juda, që quhej Iskariot.
i cili numëroi ndër të 12-tët. Ai shkoi e foli me krye priftërinjt dhe krye rojat e tempullit se si tu adorzonte Jezusin. Ata u gëzuan dhe pranuan t'i jepnin monedha argjendi. Kështu Juda u zotua dhe nisi të kërkonte mundësinë për t'u dhënë në dorë Jezusin kur turma të mos ishte aty pranë. Sado që kishte kryer kaq shumë shenja para tyre, ata nuk besonin tek ai që të përmbushej fjala e thënë nga profeti Isaia. Zot, kush e ka besuar lajmin që tham? Dhe kujt i është zbuluar krahu i Zotit? Për këtë arsye, ata nuk mundeshin të besonin sepse sërish Isaia kishte thënë: ai ua ka verbuar syt dhe ua ka ngurtësuar zemrën, që ata të mos shikojnë me sy, as të kuptojnë me zemër. Kështu nuk do të kthehen në besim e unë nuk do t'i shëroj. Këto fjalë Isaia i tha nga që e pa lavdinë e tij dhe foli për të. Megjithatë, edhe nga krerët kishte shumë që i besuan atij, por për shkak të farisejve nuk e rrëfenin hapur që të mos i dëbonin nga sinagoga, sepse ata donin më shumë lavdërimin nga njerëzit se sa lavdërimin nga Perëndia.